أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë udhëtimin ton në shoqërim të këtij libri të bekuar, i cili na ndihmon të gjithë neve për të na ndriçuar rrugën tonë drejt Allahut subhanahu wa taala. Libër të cilin Imam Neveviu rahimahullahu taala e lasi trashëgimi intelektuale pas vdekjes së tij dhe që vazhdon me i qu dobi atij deri këto ditë. Tash e sa qindra vite më radh. Për me kuptu se të gjithë na një ditë kena me vdek. Dhe pyetjen kryesore që duhet me ja parashkru vetvetes është: a thua vallë, çka do lam na pas vete? Cili është kontributi jon që na edhe masi të vdesim do përfitojmë prej tij? Pyetje të cilës secili prej nesh veç e veç duhet mi dhon përgjigje. Fatkeqësisht nga ajo që shohim edhe bisedat me njerëz që i bëjmë, e kuptojmë se shumë kush i prej nesh e ka gajlen si ta kalon jetën me një islam të arnum. E masanet që ka me ndodh me te nuk e vret shumë mendje. Megjithse ajo që e mendon besimtari i mençur nuk është grumbullimi i pasurisë së kësaj bote dhe të mirave të saja, por mendon shumë ma shumë edhe për atë vend ku ka me shku. Dhe cilët janë veprat të cilat ka me i marrë me vete. Dhe cilët janë ato vepra që i bën tash këtë botë dhe washe khairin a ditë kur ngelet i vetmu. As familja, as fama, as pasuria, as pushteti nuk i bëjnë dobi. Atë botë, në atë kohë, vetëm besimi i tij dhe veprat e mira që i ka bën dhe të cilat kanë vazhduar me pas efekt edhe pas vdekjes së tij, kanë mi dobi. Andaj Imam Neveviu rahimahullahu taala, megjithse ka jetuar para 700 viteve, ka vazhduar me fitu shpërblimin e këtyre veprave që i kalon pas jetës së tij. E na ndoshta nuk kena dietar, ndoshta nuk kena shkrimtar, ama ka mundësi ti me fitu vlerën e dijes së dobishme duke ndihmu për krahjen e diturisë, duke motivu njëri tjetrin me qenë pjesëmarrës në mezhliset e ilmit dhe me i përcjell ato dituritë e tjera atje ku ke mundësi. Dhe me ndihmue diturin të përhapet në gjitha format e mundshme. A me libër, a me incizim, a me përhapje, çfarë do lloj forme që përdor në përhapjen e turisë, ti bosh i sedar në ato shpërblime inshallahu taala. Kështu që aq sa folim na të e përhap diturin, aq sa këta djem e regjistrojnë edhe përhapin, në sevap e jemi të njëjtë. Sepse edhe ata e marrin këtë dituri dhe e shpërndajnë atje ku nuk ka mundësi me mri zoni jon i thotë. Ama incizimi e nxjerr në internet edhe ajo mrin. Nëse e ndëgjojnë 20-30 veta, 50 veta, 100 veta në Shkup, e ngajnë edhe 200-300 veta jashtë të Shkupit. Edhe 500 veta, 1000 veta jashtë të Shkupit. Edhe andaj
se cili njeri që është i menqur edhe është musliman, mendon se si të merr pjesë në këto rrugë të përhapjes së diturisë. Edhe i ofrohet njerëzve që merren me këtë punë dhe u thot si bëhen këto punë, si ecin këto aktivitete, si ka mundësi na më bë pjesë të tyre, edhe i gjejnë mënyrat pastaj se si me i ndihmu. Elhamdulillah ka kësi njerëz, mirë po fatkeqësisht nuk janë shumë, që e kanë parasysh se çka do të thonë me pas një ekip njerëzish besimtarësh që shumicën e punës e bëjnë vullnetarisht, që vetëm të përhapet fjala e Zotit, të përcillet lartë porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ata i shpërbleft dhe i bekoft dhe me të mira në dunjë dhe në ahiret i gëzoft inshallah taala. Andaj një njeri që e çon një mikrofon, e dikush i çon një parkam të kamerës, e dikush bëhet sebeb me shtu një kamerë, bëhet i sedar në këtë ato punë të mira që bëhen pastaj me atë aparatur. Me vetë muslimanët e tonë i thonë, çka duhet me ndihmu, valla kush s'ka bukë me hangër, atë duhet me ndihmu. Në rregull be, po s'ka vdek unit askush. Masënë nëse na të ndihmu atë që s'ka bukë me hangër, e bëjmë dembel, çka kena bë? A kena ndihmu, a kena ç'ndihmu? Ama projektet mediatike me të cilat ndihmohet Islami dhe ndihmohet ngritja e vetdijes janë më prioritare shumë nalt se sa me ushqit një të varfër. Ama mi thonë neve muslimanëve se kemi kaq nevojë për këtë punë që e bëjmë, edhe kemi kaq nevojë për pak ushqimore, këtu e gjenë renin të prit me ndihmu, këtu nëse lëmohet një, eventualisht dy, të shkon shumë i gëzu. Pse se njerëzit nuk e kuptojnë se cila është dobia afatgjate. Edhe cila është dobi me pak investim e dobi e madhe. Nuk është kjo sot vetëm. Tash që 35 vjeç që punojmë na me njerëz, vazhdimisht këtë probleme kemi vujt. Për projekte do të më bëj xhami, po, bilem na edhe saltanatet xhamive, jemi të gatshëm me harxhu 100.000 euro. Saltanati, jo në xhamive, se xhamia është e nevojshme. Po saltanate, e kanë një minare, e bëjmë edhe një. E kemi një abazhur, e kemi edhe një më të madh. Kemi qelim me ndrejmë e bëjmë një më të mirë. Këtë kjo është mirë. Mirë, po nëse njëtën gatishmëri me ndihmu e kena, për shembull, e kemi një studio që merret me incizimin e derseve të hoxhallarëve, hutbeve të hoxhallarëve, emisione të ndryshme fetare me të cilat edukohen muslimanat, hesht. Nuk gjen njeri që të përgjigjet. Me 100.000, domethënë, për luksuzet e xhamisë, jo për xhamin, se xhamia edhe njerë thëmë është e nevojshme dhe ku të ka mundësi me duhet me bo. Ama për gjërat e domosdoshme që e ndihmojnë për hapjen e fjalës Zotit, aty heshtje. Aty, për shembull ti e bën xhamin e madhe, e shfryzon një herë në javë, e shfryzon një herë në vjet. Megjithëse çat kamerë që ti e blen, e shfryzon për ditë. Për ditë. Jo një herë në ditë, po shumë herë në ditë. Ama vetdia e ult, këshilla ka ekzistuar vazhdimisht, mirë po xhamati punon sipas qefit vet. Allah nësë kom gjetë xhamat me thonë hoxha, du me bo një projekt hajrit, çka më këshillon ti mu? Si mendon se ku është më mirë? Shumica do thotë ndikohen nga ndjenjat emocionale, nga rrethonat personale dhe mbas asaj e vlerësojnë cili është projektar. Ama cila është më e rëndësishme në llogarinë e argumentit fetar dhe nevojës aktuale, atën jo çdo herë të gjithë e kanë parasysh. Spontanisht më kujtu me përmend këtë meselë se kisha plan me fol për këtë çështje. Mirë po, para një muaji pa ta nis një aksion
me ripërtri punën e kamerave që kemi në studio, edhe pa të folë me 4-5 vende dhe njerëzi për me i porosit do kamera të reja, vetëm një mu përgjeq, edhe mori përsi për këtë atë projekt për një kamerë, me gjithë gjërat e shoqëruese të saja, me i siguru. Ishte muhabeti dhe më thonë 6.000 euro për afarsisht. Me gjithë se edhe 2, edhe 3, edhe 4 kamera tjera duan, po du me thonë se Allahu e shpërbleft atë, i cili e kuptoi rëndësinë e punës, dhe Allah i na falë gjithë neve tjerëve që do thot as nuk na shkon mendja me mendu se kjo që po ndodh, që kjo që po bëhet, si mbahet, si zhvillohet. A ndihmon dikosha, a e siguron dikosha, e ata djemë që elhamdulillah tash e sa vjet punojnë pazon, në prapavi, në ninqizime, në montazhe, në publikime. Ata do më thonë si jetojnë, si kanë punë, si kanë hallët. Do të kemi një lloj shpërfillje të madhe të aktivistave dhe punëtorëve në shërbim të kauzës së Islamit. E kjo nuk na nderon. E para na privon për një sevapit që edhe pas vdekjes tonë na vjen. Ama ma e madhe është se do mund ti manifeston një lloj pakujdesi të madh nda një vllau tan i cili është në shërbim të kësaj kauze, ti vjen ders shkon, ai vazhdon me punue me atë dersin halal. Edhe masi ta publikoje, vazhdon me përcjell rrjedhën e asaj pune që është bërë. Allah i shpërbleft e i bekoft në familjet e tyre, në pasurinë e tyre, në kohën e tyre, dhe gjithë ata që janë vetëdijshëm për këto projekte, Allahu Dhu Xhelal u jap shpërblimet e tij të mëdha, u ndihmoft vazhdimisht në jetën e tyre dhe u aletoft të gjitha brengat edhe mërzit e kësaj bote. Imam Neviu rahimullahu taala është për atyre burrave që tash e sa qindra vite shfryzon, përfiton prej diturisë që kalon pas vete, e inshallah bomi edhe na për atyre besimtarve që japim kontribut me mbet diçka prej diturive fetare edhe pas vdekjes tonë inshallah taala. Hadithi i tretë në këtë kapitull, hadithi 661 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Auf ibn Malik radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaykum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum." قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم. Thot Auf ibn Malik radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, imamët më të mirë, prijesit më të mirë janë ata të cilët i doni dhe ju duan, luteni për ta dhe ata luten për ju. Kurse prijesit më të këqij i keni ata që ju urreni dhe ju urrejnë, i mallkoni dhe ju mallkojnë. I tham, ja Rasulullah, a të prishim beslidhjen me ta e t'i kundërshtojmë ata? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, përderisa ata e falin namazin, jo, përderisa ata e falin namazin. Këtë hadith e transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Mësimi i fundit ishte raporti i besimtarëve ndaj pushtetarëve, duke ndërtu kategorinë e pushtetarit musliman të devotshëm dhe të drejtë, e pushtetarit musliman të padrejtë dhe pushtetarit jo musliman zullumqar, dhe kategoria e katërt e pushtetarit jo musliman të drejtë. Kjo kategori meti pak e pa përfolur ndje. Muslimanët kur shtypeshin në Mekë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u sugjeroi atyre shkojnë në Etiopi. Pse? Se i ndonte deti edhe dishin në Afrikë. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inne fihi rajulun, se në inne fihi melikun, ka një mret që është i drejtë. Edhe muslimanët prej Mekë shku në Abisini, në Etiopi.
që ai mbret që ishte i drejtë. Andaj, zhere ku ka drejtësi, fitojnë njerëzit, qofshin besimtar ose jo besimtar. Dhe pra që na e lidhim këtë mesele, jo vetëm me pushtetin, po edhe me drejtësinë. Dhe andaj, to hadithe i ka përmen Imam Neveviu rahimahullahu taala për me fol për vlerën që ka pushtetari i drejtë. Edhe automatikisht kontributin që duhet me dhonë gjithë na që me i pas të parët tonë më të mirët e tonë. Andaj për duave që i bëjnë ulemat, hoxhallar dhe imamlar në për xhamia në botën islame, është edhe kjo Allahume walli khiyarana. O Zot, na jep mbi kokë, na i sjell mbi kokë më të mirë që i kemi. Edhe kjo dua do të më qenë vazhdimisht e pranishme në bisedat tonë. O Zot, na i sjell, mirë po, Allahu nuk ta sjell më të mirin nëse ti nuk punon për te. Pse se edhe fjala që është popullore, por ka kuptimin e vërtet, si tenxherja dhe kapaku. Si t'jeni, ashtu i keni. Edhe na si popull, nëse nuk punojmë me veten tonë që t'jemi të drejtë, edhe me vetet tona, edhe me familjet tona, edhe me komshitet tonë, edhe me kolegët tonë, edhe me bashkëpunëtorët tonë, edhe me shokët tonë, edhe me fëmijët tonë, s'mundët me talë pushtetarit drejti, mbi kokë. Pse se ti nuk e duron drejtësinë me ti. Ama nëse ti punon me drejtësi, në gjitha momente që t'jepet mundësi, atër gjithsesi, edhe mbi kokën tonë ka marrë pushtetari i cili është i drejtë. Dhe për këtë shkak, ne kena përmend shpeshherë, edhe duhet me përsëri atë fjalën madhështore të Sheikhul Islam Ibn Taymiyes rahimahullahu taala, i cili ka jetuar në shekullin e 7, mirë po që atëre i ka parapa këto fenomene dhe ka kuptu nga argumentet fetare se pushteti e përparon me drejtësi ma shumë se sa vetëm me iman. Andaj, nuk ka mundësi me ecë përpara një shtet veç që është musliman, nëse është zullumçar. Dhe në anën tjetër nuk duhet mu habit nëse një shtet i drejt ecë përpara edhe nëse nuk është musliman. Se rregulli i zhvillimit të shoqërive është drejtësia. A shkaku i ardhjes së bereqeteve të Zotit është imani. E tash andaj tha Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, inna Allaha la yansuru dawlatan adila wa in kana ghayr muslima. Allahu e ndihmon një shtet të drejtë edhe nëse nuk është musliman. Dhe tjetra, Allahu nuk e ndihmon një shtet musliman nëse është i padrejtë. Andaj, ndihma e Zotit në zhvillimin e shtetit lidhet me drejtësinë. Jo vetëm me imanin e atij pushteti dhe asaj shoqërie. Dhe në prizmën e këtij rregulli të artë që ka spikat Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala në shekullin e 7, i shohim na dhe zhvillimet sot në botë. Edhe në rafsh tejmase lokal, në rafsh komune, edhe në rafsh pak më të gjanë, rafsh shteti, po edhe në rafsh më të gjanë, rafsh rajoni, po edhe më të gjanë rafsh global. Allahu Dhu Gjelal i jep zhvillim për parim një komune nëse ajo është e drejtë. Nëse punon me drejtësi, nëse secilit ja jep atë që meriton. Ama nëse e fillon, e vazhdon dhe mbaron me zullum, me padrejtësi, atëherë Allahu ka më marr. Andaj një rregull duhet të mësoj gjithna, fushatët elektorale përfundojnë shpejt, po edhe mandati përfundon shpejt. Nëse ke mujt me mashtru me ofertat e tuja pa njetë mi realizu në fushat elektorale, në mandatin që e kije s'mundesh mi mashtru. Nëse nuk i përmbush ato premtimet e tuja për një mandat, atëherë vjen
fushata tjetër elektorale dhe e merr dënimin. Edhe një popull i mençur edhe i shëndosh mentalisht, psiqikisht, fetarisht, moralisht është ai që i vlerëson këto gjëra mirë, edhe në momentin kur duhet me e denu një ofertues politik e denon, dhe kur duhet me shpërbly një tjetër që punon, e shpërblen. Nuk i merr punë me fanatizëm, me inati, po me drejtësi mot. Edhe andaj, nuk mundemi na me kërkue pushtetar drejt me na ardhë, nëse na i përkrahim pa drejtët. Edhe njerë për du me thonë, kjo zlen as për sot, as për nesër, nuk është për pazar politik ditor. Nuk është për me e shvizue muhabeti për përplasje mes opcione politike. Është rregull general për këtë kohërat. Nuk vlen vetëm tash këtë fushat zgjedhore, as për këto parti politike sot. Vlen për të gjitha situatën të rrethonat. Nuk ka drejt askush që këtë fjali me marrë dhe me thonë valla hoxha ka qëllimin për këtë opcion politik ose për atë. Jo, për këtë që ka ndodhur brenda 35 viteve të na shqiptarët në Maqedoni vlen e njëjta dhe për çka ka me vazhdu më tutje. Secili prej neve ka me dhënë llogari ditën kur det para Allahut për të gjitha mendimet, veprimet, ofertat, përkrahet, ndihmat që ka bën në jetën e tij. Atë që ka bën për Allah, edhe nëse ka gabu, ka më shpërbly. Ama atë që ka bën për egon e tij, për interesin e tij, normalisht për asaj s'ka me fitu kurrë. Bile ka mundësi më bë pishman sepse nëse ka përkrah dikën për interesin e vet, ai ka bën zullum, atë ti e bën histor në zullumin që e ke përkrah. Edhe merr gjunahin e tij. Bosh bashk histor në gjuna. Andaj ne themi muslimanëve, vazhdimisht në gjitha veprimet tona të nisemi nga peshorja islame. Me peshorën e Kur'anit dhe Sunetit i gjykojmë gjërat. Atëre, në të gjitha situatat na do fitojmë. Pse se nuk e bëjmë për përfitime personale, po e bëjmë thjesht që Islami dhe muslimanat populli jon të jeton më mirë këto vende. Kush vepron kështu të gjitha mejdanet e jetës fiton. Kush nuk e përdor këtë kriter dhe këtë rregull, çka do që bën hub. Ti edhe ndihmë i bë dikujt, me fitu mas asaj ndihmë si diçka, sfiton se vape për asaj. Jo më përkrahje politike me dhon dikujt. Andaj pushtetari jo musliman i drejt është streh për njerëzit. Shkojnë njerëzit edhe gjejnë strehem aty. Edhe vitet 60-ta, 70-ta, kur në shumicën e shteteve muslimane u boi padrejsi hoxhallarëve dhe dietarëve, shkonin merrnin azil politik në vendet jo muslimane. Edhe gjenin atë strehem edhe hapësirë veprimi shumë më shumë se sa në vendet zullumçare muslimane. Edhe sot fatmirësisht, domethënë, këtë hoxhallar që kanë probleme në përshtetjet e tyre për shkak zullumit që u bota atyre, sot më nuk shkojnë vendet jo muslimane me gjetë strehem, po shkojnë në vend musliman. Andaj ajo që Anglia ka qenë një kohë gjatë strehem për shumë hoxhallar që kishin probleme me zullumin e shtetet vetë, sot është Turqia. Vend musliman që jep mundësi muslimanëve me jetu të sigurt të rahat pa përndjekje dhe pa presion ndaj tyre. Edhe kjo është një zhvillim pozitiv brenda 60-70 viteve të fundit që ndodh në botën islame. Inshallah taala përmirësohet edhe këtë bota muslimane, këtë shtet muslimane u vijnë mbi kokë pushtetar të drejtë që e kanë gjalën e islamit edhe gjalën e popullit të tyre. E tani, metë një mesele e fundit që lidhet me atë, nëse një pushtetar është zullumçar, edhe shumicën e punëve i ka të mira, dhe konstatojnë hoxhallarët e vendit se rebelimi ka shqiti nuk i sjell mirësi muslimanëve, po më shumë ka dëm se sa ka dobi. Se muslimanët nuk kanë kapacitet për me e ndryshu me fuqi atë pushtet, po duhet me ndryshue me aktivitet fetar me ta vet, por ai urdhëron popullin me bëj diçka që është mëkat. E çka do të më bëj hoxha ai xhamati? A do të më ndëgju atë vendim të atij kryetari, atij mbreti? Jo. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
ka kërku prej besimtarve me ndëgju, me respektu të parët, edhe nëse janë zullumqar, për gjëra që nuk vinë ndesh me rregullat e Islamit. Ama nëse ai urdhon me gjuna, atëherë ai nuk ka respekt ndaj tij. Domthon çdo kush që është i nënshtruar ndaj dikujt më lart. Në momentin që ai kërkon prej tij kërkesa legjitime fetarisht, duhet mja përmbush kërkesat e tija. Për shembull, jem punë, e ki shefin, e ki drejtorin, dhe e kërkon prej tij një punë, po është fetarisht halal, e përmbush. Ama nëse se ki obligim dhe ti si shef, si drejtor, edhe me rregullat punës, po edhe me edukat islame. Por nëse ai kërkon prej tij diçka që është haram, ti duhet me refuzu. Për shembull, ti je në një institucion shtetënor edhe shefi don me të bëj ortak më një aferë korruptive. Më një punë që duhet me marrë shfet. Ti duhet me thonë, jo, në këtë punë se pranoj. Ama çes me punë, që të me punë. S'muj me pranu. Edhe problemi më i madh i një pjesë të madhe, do thotë të punëtorëve në institucione shtetënore të na, këtu në këtë vendin tonë, është nga kjo natyrë. Se ki problemin ti me ardhë pushtet, se ki problemin se kur të vish pushtet, ata që janë pjesë administratës, e kanë bërë shemën e korrupsionit, dhe ti e ki shumë vështirë me shpëtu nga jo shemë, skemë e korrupsionit. Edhe në momentin që i donë ti me prish atë skemë korrupsionit, kretë ata të vërsulën ty, derisa o ti dorëzohesh, tërhiqesh, largohesh, o ata të largojnë. Dhe vazhdojnë ata me pru dikan që është si ata. Edhe problemin më të madh, shumica e njerëzve të mirë që futen në proceset e përmirësimit të gjendjes politike në vendin tonë kanë këtë problem. Momentin që ata marrin në një pozitë kyçe dhe dojnë me bëjë reforma pozitive, nuk e kanë më problemin prej pushtetit të lartë, se e kanë problemin prej pushtetit horizontal, në atë kuplimin e vijës barabartë, njerëzve që punon ai me ta, ose duhet më punu ai me ta, ata ja bëjnë kurthën nëse ai nuk është i nënshtrueshëm ndaj aferave korruptive, skemave korruptive, ata ja bëjnë kurthën për me e sabotu, me pengu, me dështu edhe ai, ose mu tërhek, ose domethënë me largu. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë, fa idha umira bi ma'asiyatin fala sama wala ta. Nëse urdhnohet populli për të bërë mëkat nga i pari, s'ka respekt edhe s'ka ndëgjim ndaj tij. Nëse është pyetja kryetari musliman, e mos flasim për zullumqar tjerë që janë jo musliman, ose po edhe me emra me kon musliman, po nuk e kanë në esencë sundimin e Islamit. Edhe andaj, burnia e një muslimanit është refuzimi i këtyre urdhrave administrativ për të vazhdu korrupsionin në atë institucion. Po duhet me prej për gjithë, do thot këtë burim të finansimit pandershëm, haram, që me te e ushqejnë një pjesë e madhe, do thot barkun e tyre me haram. Edhe andaj, të e pa nga që ka pëndodhë në vendin tonë, e kuptojmë pëse këtë ne ushqejmë zullumin në mënyrë direkte apo indirekte. Edhe ai që e pranon një kontratë pune me marrë rogë pa punë, e ushqen zullumin. Edhe ta shka ndodhë, kur ti e merë një rogë pa punë, të vjen mirë edhe shunë edhe për krah, e ai që se merë shanë. Në momentin që ati pas të që shanë i ofrohet një mundësi e tillë, ai njëjti e merë, e ky që e pat deri dje dhe jamurën e shanë. Kjo të regon munges drejtësie, munges sinceriteti. Kur tjetëri merë ti shanë, kur ti merë ti shunë. Shanë ai tjetëri pas të ty. O du të me kone barabartë për gjithë kjo gabim, do më thonë në kontratën, marrëveshje, në zhvillim të institucioneve, se 300-400 veta me marrok pa pare, pa punë, e dëmton institucionin, se ato pare që dalin nga buxheti do të ishte më arsyeshme me ia dhënë, me arrit rrogat atyre që punojnë. Që ata që punojnë me punu me nder, me punu me vullnet, me punu me entuziazëm, me kry punë më mirë.
Se sa me marrë atë punë mirë, po problemi i militantëve partijak i ka prodhu këto fenomene, që nuk është vetëm një kompani, po fatkeqësisht janë shumë kompanie, shumë ministrie kështu me radhë. Janë gabime që përsëri tham nuk kanë të bëjnë vetëm me një, do thot, moment politik, po në këtë etapat e zhvillimit të shtetit. E muslimani i devotshëm është ai që thot, jo, kur dikush i ofron një ofertë brenda punës që bën me fitu parë me haram. Pse? Se kur të urdhon në mëkat, s'ka respekt e ndëgjim ai njeri. Ose në hadithin tjetër ka ardhur, la ta'ata li makhluqin fi ma'sil khaliq, nuk respektohet krijesa në bërjet mëkat krijuesit. Kjo është generale. Për shembull, tash edhe baba kanë herë, në shembull nëse është baba i pa udhëzuar, edhe kërkon për fëmijës vet me shku mi ble alkohol. Fëmia s'ka drejt me e ndëgju babën këtë rast. Ose me shku mi ble një tiket pastores. S'ka drejt fëmia me respektu babën këtë kërkesë. Edhe andaj, do më dhonë këtë punë, du të mi pas qarta muslimant, edhe në prizmin e kësaj me bo zhvillimin, edhe mbrenda vetes, edhe mbrenda familjes, edhe mbrenda shoqërisë, që gjithë na, të gjitha situatat, edhe kur kemi pushtet, edhe kur se kemi pushtetin, na me luftu për drejtësi. Edhe me përkat të drejtin, edhe pse s'është një partisë tonë, edhe me kundërshtu zullumqarin, edhe pse është një partisë tonë. Sepse shihni në shekull Islami temi para 7 shekujve, ka thënë Allahu e ndihmon një pushtetar të drejtë edhe nëse nuk është musliman, dhe nuk e ndihmon një pushtetar musliman nëse është i padrejtë. Kjo s'ka punë, jemi i joti. Këtu shifet drejtësia si parim basë. E në basë të i parimit e na duhet me zhvillu jetën tonë. Edhe duhet me respektu një jetin në basë të i parimit, drejtësisë. Kush e përkra drejtësin, edhe kush e ndihmon drejtësin, edhe kush e kundërshton padrejtësin, edhe kush e pengon padrejtësin. Ata njerëz për na kanë vlerë dhe pesh. Të tjerët, do thotë, sipas zullumit edhe veprave të tyre ashtu edhe ata vlerësohen. Por kjo ishte pjesa e mbetur e sqarimit nga dersi i kaluar, me gjithat hyrje që bënën për shërbimin e angazhimit në përhapjen e tyrive fetare. Këtu e përfundojmë dersin e sotëm, inshallah taala në dersin e ardhshëm vazhdojmë me mësimet dhe porosit tjera që dalin nga ky hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun që Allahu të na bëjë të bëjmë vepra të mira, të na hapësin që në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në jannatul firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.